Kardinalet do të tubohen më 7 maj për ta zgjedhur papën e ri dhe ky është një zhvillim që e presin në ethe, jo vetëm besimtarët romano-katolik. Ka dhe të paktën 2 familje ikonike në Itali, të cilat janë në stres më të theksuar për diçka që lidhet me atë datë dhe pontifin e ri. Mancinellët dhe gamarellët janë rrobaçeps dhe ata tradicionalisht kanë punuar veshmbathje për papët, kardinalet dhe krejt vargun e klerikëve katolik. Ata janë të stresuar sepse ende nuk ka trokitur kush në dyert e tyre për të porositur veshjen e kreut të ri të Vatikanit. E kjo është diçka që ndodh për herë të parë që 47 vjet. Duke ditur këtë situatë, Roberto Mancinelli, që ka veshur klerik qysh nga vitet 60 të shekullit të kaluar, ka bërë gati pa i thënë kush veshjet të reja të papës. No, questo sto facendo per conto. Unë po i bëj gati vetë këto veshje për papën e ri, pa e ditur se kush do t'jetë ai. Po i bëj në 3 numra në mënyrë që t'i bin çdo njerit, pavarësisht nëse ai është i madhësisë S, M ose L. Ato çfarë i duhen një papë të ri është një pelerinë gjatë, e quajtur kaso, një brez i bardhë dhe një kapel, po ashtu e bardhë, anise ato mund të ndryshojnë më pastaj sipas preferencave të atij që merr leadershipin e kishës. Deri në rastin e Franceskos, këto i ka porositur selia shenjtë në 3 mallësi, S, M dhe L, qysh para zgjedhjes së papës së ri. Në jo pak situata, këto veshje janë kërkuar t'i punoj familjes Gamarelli, e cila njihet për këtë biznes që nga fundi i shekullit 18. Il motivo questo non Ne nuk jemi duke bërë gati veshjet e veçanta për papën, pasi kjo nuk varet nga ne. Ne do të ishim të lumtur të bëjmë atë që na kërkohet, por tash për tash nuk mund të flasim për këtë çështje. Sidoqoftë jemi pak të shqetësuar sepse pavarësisht pikëllimit për vdekjen e Franceskut, ne tashmë do të ishim duke i bërë gati veshjet e bukura për papën e radhës. Sidoqoftë, edhe Gamarelet, sikur Mancinellët, kanë diçka gati në stoqet e tyre, pasi ata e dinë se kush janë 4-5 kandidatët kryesor që mund të bëhen papë dhe për të gjithë përgatiten gjërat e duhura, meqense i dinë masat e tyre, prej se u apren rrobat kur ata ishin bërë kardinal.